Dhe të dashur miq, jemi rikthyer kështu në studio, ku do flasim për një temë shumë të rëndësishme për neve shqiptarët dhe për mërgatën, më falni, që i kemi ne të Maqedonisë Veriut. Edhe pse tani është sezoni që të përpresim mërgjimtarët, është sezoni që të kemi familjarët tanë pranë nesh, duke u çmallur dhe duke ja kaluar kohën së bashku në këto ditë të nxehta të verës. Sot do flasim për qëllimin dhe ruajtjen e identitetit kombëtar dhe forcimin e lidhjeve me mërgjimtarët, ku në studio kam kënaqësi që të prezantoj para jush edhe drejtorin e Agjencisë së Mërgatës, zotri Fatlium Jusufi. Përshëndetje Fatlium dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje, mirë se ju zgjeta. Është shumë kënaqësi që të kemi sot në studio. Është koha ideale ndoshta për të diskutuar dhe për t'i përmendur mërgjimtarët, për t'i përshëndetur dhe për të folur dhe për të kaluar kohë për ta. Kënaqësia është e imja të jem pjesë e emisionit. Faleminderit për ftesën dhe shfrytëzoj rastin nga këto që uroj mirëseardhje të gjithë mërgjimtarëve, vëllezërve tonë nga diaspora. Po, para se të flasim për rolin e agjencisë, ku fokusi i temës kuptohet do jetë aty, unë dua të di, meqense tani mira mërgjimtar po rikthehen në vendlindje, si e vlerësoni ju këtë periudhë dhe çfarë do të thotë për vendin tonë? Domethënë tashmë vetëm se ka filluar sezona dhe të gjithë diaspora, kudo që është në Europë, Amerikë, po edhe Australi vinë kthehen në vendlindje. Dhe ne pa marrë parasysh angazhimeve tona, shka i kemi vetëm të agjensioni, të gjithë shoqatat, organizatat e mërgjimtarëve i mirëpresim dhe bëjmë aktivitete në për vende të ndryshme, për shembull në komuna, sepse nuk secila komunë ka shoqatat e mërgjimtarëve dhe ato miren me aktivitete edukative, kulturore, po edhe sportive. E qartë. A keni të dhënat detajuara ju si agjenci se sa mërgjimtar pritet të vinë edhe këtë verë apo këtë sezon, ose si shkon kjo procedurë? Sakt nuk kemi ne si agjencion të dhëna, për shkak që këto janë të kufizuara dhe Ministria e Punëve të Mbrojtshme nuk i lejon këto të dhëna të ipen. Zyrtare, me sistemin e ri, domethënë nuk lejohen ato dhe për ata nuk e kemi se sa kanë. Po, nëse flasim për nevojat e mërgjimtarëve, cilat janë ato më shumë që adresohen në agjencinë e Mërgatës? Zakonisht ne si institucion domethënë i kërkesat që i kanë mërgjimtarët dhe drejtojnë rreth dokumentacioneve, problemit të dokumenteve, për shkak që ata vinë në vendlindje dhe e kanë kohën e kufizuar për 2 ose 3 javë dhe ata atë miren me dokumentet ose të çmallën me familjarët. Ashtu, edhe domethënë ne ju ndihmojmë dhe ja u lehtësojmë, ja u hapim ditën për institucionet e vendit. Po, a janë të njoftuar mjaftueshëm mërgjimtarët për projektet që realizon Agjencia e Mërgatës dhe për aktivitetet e shumta që keni për ta? Ne, domethënë, jemi në koordinim me të gjithë shoqatat që janë në diasporë dhe organizatat dhe i njoftojmë ata për çdo lloj aktiviteti që kemi. Nëse fillojmë me aktivitetet, dua të di se si keni të planifikuar aktivitetet, janë vjetore, janë sezonale ose ka edhe vjetore, po edhe sezonale. Sepse përkushtohemi te këto, për shembull, i kemi sezonale janë kampe sportive, shkollat verore, po ashtu aktivitetet kur kemi festa kombëtare, ne i vizitojmë në përvende të ndryshme në Europë e Amerikë. Fatlium, shumë të rinj dhe të rritur në diasporë vizitojnë ka prej tyre që ndoshta për herë të parë vizitojnë edhe vendlindjen e tyre, sidomos ato që janë në Australi, Amerike, kështu me radhë. Sa luan rol dhe sa është e rëndësishme që të ruhet identiteti kombëtar te këto familje? Si e vlerësoni ju? Po, ne, domethënë si agjencion, vetëm se kemi filluar edhe një program mësimin e online të gjuhës shqipe, i cili u mëson gjuhën amtare. Domethënë kemi angazhuar mësimdhënës dhe aty mund të ndjekin, mund ta mësojnë gjuhën shqipe, programi është falas, domethënë
është i caktuar për moshat 6 deri në 15 vjeç dhe mund të regjistrohen te webfaqja e agjencionit të Mërgatës minicel.gov.mg. Është e lehtë procedura për regjistrim dhe për Është shumë e lehtë, po edhe në qoftë se kanë ndonjë problem hasën me problematika, ato lirisht mund drejtohen në adresat tona dhe ne u ndihmojmë rreth procedurës të regjistrimit. E qartë. Dua të ndalemi tek Agjencia e Mërgatës, për gjithë ata që nuk e dinë çfarë është Agjencia e Mërgatës, cili është roli dhe misioni i saj. Agjencia e Mërgatës është një institucion shtetëror i cili kujdeset për ruajtjen dhe të drejtat e mërgjimtarëve dhe rolin e tyre. Domethënë ne si agjencion jemi ura lidhëse mes diasporës dhe institucioneve të vendit. Pasi që ne nuk kemi Ministri të diasporës në vendin tonë, e gjithë përgjegjësia bie mbi Agjencinë e Mërgatës. Cilat janë prioritete kryesore që i konsideroni te institucioni që ju drejtoni tani më? Prioritete kemi shumë, po një ndër prioritetet më të mëdha është mësimi online, mësimi online i gjuhës shqipe, po pastaj bashkëpunimi me organizata, me shoqata, në bashkëpunim edhe me qeverinë kemi po ashtu edhe kryeministri, kemi takuar të kthyerit nga jashtë, të cilët janë kthyer dhe kanë hapur bizneset e tyre dhe ne ju ndihmojmë rreth bizneseve të tyre në bashkëpunim me qeverinë. A planifikohet që ky mësim online të zhvillohet edhe vitet e ardhshme, ose? Mësimi online, domethënë, është pika kyçe prioritare e Agjencionit të Mërgatës dhe është i vazhdueshëm, domethënë i pandalshëm dhe do vazhdon. E qartë. Si mund të kontaktojnë mërgjimtarët Agjencinë e Mërgatës nëpërmjet telefonave celular, rrjeteve sociale, mailave ose? Mërgjimtarët zakonisht kur kanë nevoja për në vendin tonë, drejtohen në adresat tona elektronike, domethënë në emailin tonë zyrtar, telefonin zyrtar, po edhe tek ne, të punësuarit tek ne. Domethënë jemi të gatshëm sepse ekziston edhe sektori i diasporës dhe aty mund drejtohen për gjithçka. Shumë e lehtë, pastaj mjafton dëshira për ta vizituar ndoshta një herë dhe për të parë nga afër edhe funksionimin e saj. Le të flasim pak edhe për shkollat verore dhe kampet sportive. Shkollat verore dhe kampet sportive ato fillojnë çdo vit, domethënë në fund të korrikut apo në fillim të gushtit. Te shkollat verore mësojmë për kulturë, traditë, historinë e vendit. Vetëm ato që na vijnë nga mërgjimi, apo? Po, ato kjo vlen vetëm për mërgjimtarët, fëmijët e diasporës. A për sa i përket kampeve sportive, mirën me sportivitetet të ndryshme si futboll, basketboll, vlen të cekët se kjo, domethënë ne kemi angazhuar edhe mësimdhënës të shkolla verore dhe të kampe sportive trajner, po kemi edhe mjek për kujdesin e tyre. Edhe domethënë aty të gjitha shpenzimet u ambulon Agjencia e Mërgatës. Bravo. Dhe sa përshpret interesimi i fëmijëve për qenë pjesë e këtyre kampeve? Ne kemi të limituar numrin edhe interesimi nuk është edhe aq i këndshëm sa i përket shqiptarëve, se mu më shumë më intereson ajo pjesë. Sigurisht. Që do thotë nga pala tjetër ka më shumë interesim, ose? Po. Pse mendoni që mungon ndoshta promovimi i saj, ose? Me sa e kam kuptuar unë, aty është mungesë edhe promovimit, informacionit, domethënë nuk kanë aq informacion. Për ata ne kemi nisë të avancojmë sa më shumë të promovohet kjo gjë. Fatlum, më thuaj, keni informacione se në cilat shtete më shumë janë mërgjimtarët tanë nga Maqedonia? Kanë numra ose? Kemi numra, domethënë në për të gjitha shtetet ka mërgjimtar të Maqedonisë së Veriut, po në bazë që e shohim ne
sa është numri i mërgjimtarëve dhe i shoqatave, nga vinë kërkesat më të mëdha, domethënë në Gjermani dhe Zvicër, po ashtu edhe Australi, pjesa pala maqedonase, jetojnë numri më i madh nëpër këto 3 shtete është i mërgjimtarë. Tani është bërë pak sa më e lehtë vajtja dhe ardhja, duke ditur shumë edhe linja fluturime të ndryshme, ndoshta para 10 viteve e më herët nuk ka pas kaq shumë, tash e kanë edhe më të lehtë vajtjen e ardhjen, përveç që vinë edhe me veturat e tyre, kuptohet vinë shpesh edhe me linja ajrore. Ka ndryshuar kjo periudha e vajtjes e ardhjes, vinë më shpesh tani krahasuar viteve të ardhshme, besoj keni informacione jo? Kemi hapur, domethënë se kemi bashkëpunime edhe me aeroportin, domethënë kemi hapur edhe disa linja të reja ku kanë shpreh interesim mërgjimtar dhe normal që ato vinë sa më shpesh, edhe tashmë jashtë sezonës edhe biletat po janë pak më lirë. Ndryshon çmimi. Edhe ato pra ndaj po vinë pak më shpesh. Ndoshta vitet e kaluara një herë në vit në kanë ardhur, ndërsa tani mund të kemi 2-3. Sakt. Kur jemi te shoqatat, dua të di edhe për shoqatat e diasporës, se si funksionon, si është bashkëpunimi me agjencinë e Mërgatës, sa bashkëpunoni, sa ju jeni prezente edhe tek shoqatat në Mërgatë, edhe ato e kundërta tek ne? Ne si agjencion, domethënë, po thuaj se nuk ka vend, ose sidomos në komunat shqiptare, ose fshat apo qytet, që nuk ka të paktën një shoqat. Dhe ne edhe i vizitojmë, edhe na vizitojmë, janë 700 shoqata ekzistuese në diasporë dhe aktive, kontribuojnë për vendin, mund të them mbi 100 janë shqiptare. Dhe për këto aktivitete ne i vizitojmë sidomos kur kemi fejsa kombëtare, i vizitojmë, po edhe këtu kur na vinë edhe ne i mirëpresim dhe kemi bashkëpunim të mirëfillt me të gjithë shoqatat, po edhe organizatat të mërgjimtarëve. Bravo. Kur jemi tek sistemi One Stop Shop, një sistem që tani më e kemi edhe viteve të fundit, si po funksionon aktualisht, keni informacione që e ka lehtësuar ndoshta kalimin e pikave kufitare nga pikat e ndryshme kufitare që i kemi që na vinë mërgjimtarët? Sistemi One Stop Shop është një mundësi e mirë e realizuar që u lehtëson qarkullimin qytetarëve, të gjithë qytetarëve, domethënë, po në këtë periudhë vëllezërve tonë nga diaspora e kanë qasjen më të lehtë dhe më të lirë për të ardhur në vendlindje. Kështu që e përshëndes këtë iniciativë dhe uroj që të vazhdoj kështu. Edhe pse, sot në i pam pikat kufitare, nuk ishte asnjë veturë, në kufirin e Tabanocës kishte vetëm 2-3 vetura lëvizëse në orën 8 minuta, atëherë kur i pam edhe kamerat tona live atje, por çdo ditë vetë se rritet numri i ardhjes mërgjimtarëve. Sezona fillon prej me vale e madhe, domethënë fillon prej me 15 korrik deri me 5 gosh mund të them. Që do të thotë ne jemi në valën e sezonës. Jemi në valën edhe kështu që nuk ka ndonjë ankesë. Për atë edhe është për të përshëndetur sistemi One Stop Shop. E qartë. Cili do të ishte mesazhi për gjithë ata mërgjimtarë që i kemi këtu? Po në ndjekin në këto minuta dhe për gjithë ata që pastaj kam preferuar që në këtë sezon mos të vinë në vendlindje, por ndoshta e kanë shtyr pak më vonë. Sa i përket mesazhit, unë deshta të shfrytëzoj rastin të bëj thirrje që të bashkangjitet në programit të mësimit online të gjuhës shqipe, sepse gjuha është edhe identitet, dhe ftoj të gjithë prindrit në diasporë që të i bashkohen kësaj nisme, sepse është shumë me rëndësi gjuha për brezat e rinj, sidomos brezat e dytë dhe të tretë. Unë ftoj prindrit për bashkëpunim, sepse ne si agjencion jemi të hapur dhe mund të vinë kur të dojnë të shprejnë ato nevojat e tyre për çfarë do lloj nevoje që ka.
të marrin këshillat e nevojshme që mund t'ja jepni ju në agjenci. Okej, Fatlu, mund të falenderoj shumë që ndave kohë nga agjenda yte tani më e ngjeshur, sepse edhe ju e keni sezonin dhe duhet i përgjigjeni të gjitha ato nevoja që i ka mërgjimtarët dhe që ju vizitojnë edhe në agjenci edhe online juve kuptohet. Urojmë që të shtohet sa më shumë numri mërgjimtarëve për të na ardhur në vendlinje, sepse ne tani më vetë i kemi jashtë shtetit, mos na harrojnë sepse vërtet kjo pjesa shpirtërore ndonjëherë është më e vlefshme se gjithçka, është ndryshe kur viziton më shpesh edhe të afërmit tanë, kështu që faleminderit edhe që ju kemi si agjenci dhe që funksiononi ashtu siç duhet më së miri. Ju urojmë shumë shëndet juve personalisht për punën e përkryer që bëni në krye të kësaj agjencie dhe shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë, uroj që edhe ju të kaloni bukur e shifemi në emisionet tjera. Emisionet e radhës, sezonën e radhës dhe kështu me radhë. Faleminderit.